Ma nxerr Fredin të lutem. Njeriu, hajde vetëm, a mundet të flas Fredi pak? Hi, I'm standing here in Tirana's Skenderbeg Square, which is empty at the moment, but by this afternoon it's going to be full with thousands and thousands of protesters. And I've been covering this country for 30 years and thought it would be interesting and important to understand what's going on. And there's no question Shpjegoj atëherë. the investment in the south along the coast by A dini kush është ky njeri? and a host of Fredi Abrahams. A dini veç prit pak. A dini kush është Fredi Abrahams? Është miki jami. Është pararoja e gjitha protestave në Evropë Lindore dhe në Ballkan. Është njeriu që ka udhëhequr të gjitha këto gjërat të cilat kanë bënë me demokratë. 97-ës Shqipëri. 97-ën në Shqipëri e ka librin për Shqipërinë. Protestën në Shqipëri. Jo, po thotë që jo. Nuk është gazetar Fredi. Ka qenë aktivist. Ai është aktivisti i më të mirëve që kanë Human Rights Watch. Dhe njeriu i cili realisht është pararoj e demokratëve. Demokratëve Amerikanë. Dhe gjithashtu është pararoj e konceptit të majtë evropian dhe se demokratët janë një fartë majtëve dhe është një prej artikuluesve më të mirë që i jashtëm që Shqipëria dhe shqiptarët e njohin. Dhe ky e ka marrë model se keni këtë fjalimin. Zvernecin dhe Zverneci duhet me qenë arsyeja e protestës. Dhe ajo është për 3 arsye. 1. Trumpi, 2. Ivanka, 3. Kushneri, për mju kundërvy atë që dikur Trumpistët ja bënë Paton, a është kjo pasojë politikës jashtme të Ramës, herë me Zavrosin, herë me Trumpin? Ky u dalë kundër Ramës. Shëndësi ka se ka të tjerë në agenda specifike. Ja, vajti në Vlora. Nuk i ndalem dot në ata. Gjërat janë më të mëdha se sa Zverneci. Alba, vetëm një gjë të them. Nga përvoja ime të lexuarit është knowledge, është dije. Për te dijes ka diçka tjetër. Ka kujtes, ka njohje të njerëzve, ka njohje strukturave, ka shumë gjëra përvoja tjera. Ato e bëjnë analizën. Në studio kur të vish, ti mund të recitosh libra sa dush, po ti s'bën analizë. Unë po them se instrumentalizim të protestës tonë, sepse përmendet emri Kushnerit, mund të ndohë, po jo, po nuk mund të del Fredi Abrahams këtu, edhe e sheh, gjëja parë që të kujtohet, kush është eksponenti i cili e bën këtë paraqitje. Do më thonë, është njeriu i cili e strukturon se cilin fillim protestën. Po na e strukturon ai protestën. Pra e kemi Ka pas një gjë të bukur me Kristina Amanpour. Ku shkon Kristina Amanpour ka rrumuja. Me lidhjen direkt po pas javës kaluar. Bjen keq Alba, po ti as nuk e dim se jenë protestë. Se Ergysi ka ekzistu këtu. Ergysi bashkë me mund studio është që 20 vite. Ti je e vonë. Zoja është me hershme. Pra për shkak moshës time po thëmë për shkak moshës tonë. Po thëmë, protestat kur fillojnë, me qenë se je lexume, Gazeti e ka një fjalit jashtëzakonshme kur flet për protestat. Ergysi e din se e këna bisedu. A din që thot Gazeti për protest. Edhe une kam dëshirën më të madhe që kjo protest me qenë e suksesshme. Edhe me bo paradigmë të re të Shqipërisë, me vu vijen e kuqe të kalumës dhe tashmës. Ose tardhme, se tashma ekziston. Gazeti thot, kur protestuesit dalin me kërku buk. Gjën e parë që e bëjnë, e i djegin furrat e bukës. Unë s'kam qef që ju mi djeg furrat e bukës. S'ka lidhje fare me kjo është ajo që kërkojnë nga ju. Jeni protestues, rrini aty edhe arrini një suksesi. Po, na e thua ti. Ti s'ke lidhje me realitetin. Po nuk muni me bo analizë, kur nuk keni kujtes, kur nuk keni një njerëzit, nuk e dini se Zoti Axhiu, ju nuk jeni njerëzit. Se protesta nuk e dim se nis. Po, 20.000 euro në spitalet private nuk i marrun. Sepse nuk ka llogaridhënie fare nga qeveria. Është një nga arsyet, sepse nuk është Shqipëri normale. Ofensi dhe njerë, se ka një problem të madh. 20.000 euro në spitalet private nuk i marrun. Dhe ka një gjë, e di çfarë ndodhi. Ky zotëria ka vajtur i tha atyre 2 njerëzve me maska atje rëmbeni këtë personin, se në Shqipëri e shkupa është mbushur,
e rëmbeni ju këtë personin, e godisni, edhe shqiptarët do ngrihen. Po qa drejtësira që janë këto? Po besoj njerëzit... Po pa tjetër, po besoj njerëzit mos e kanë ardhur alienet në Shqipëri, mo. Kanë ardhur alienet në Shqipëri, po ngrihen protestë kundër Ramës. Ergys, po si sharake. Ju kisha thënë juve, sinqerisht ju kisha thënë të fundit që po them. Ajo që kisha pas qef duke ju njoft ju, që ju vërtet të artikuloni për protestën edhe t'ja japni kuptimin. Ky zotëria që vjen këtu, është njeri i cili nuk e ndihmon protestet, është i hidhërum. Njerëzit e hidhërum nuk e ndihmojnë protestet. Unë bëj betej. Po njërin e do lidhruar, ti nuk e ndihmon protestet, dhe s'ke ndihmuar hapësirën pas Po dhe gurzare, kalojmë pjesën e tretë, pasioni për off-road. Ndërkohë ky është emisioni fundit e sezonit 29 të opinionit. Në 4 shtator mos gaboj fillojmë sezonin e 30, ndërkohë që nesër Klani ka të drejtë e transmetimit të ndeshjeve të Kupës Botës, që emisioni nuk mund të transmetoj sepse në të njëjtin orar të emisionit janë ndeshjet. Në rrjet social. Okej. Sport publicitare pjesa tjetër.